se shpesh edhe e kemi ndëgjuar si sinonim edhe së dija është sakt them, po edhe e përafërt me psikologjinë apo këshillimin. E sqarojmë pak ndoshta dallimi atëherë dhe sepse nuk janë e njëjta gjë në fund të fundit apo jo. Janë ta përafërta, por në fakt, unë jam psikologe me profesion, po mund desha të jem edhe mjeke, ose psikiatre, ose të jem ndonjë të mire me edukim special, ose me diçka që na duhet në jetën profesionale dhe të jem pastaj psikoterapiste. Ka disa rregulla si mund të jemi psikoterapiste dhe të punojmë me dikë. Por më plastike ndoshta është dallimi mes psikoterapisë dhe këshillimit. Këshillimi është diçka kur kemi ndonjë situatë, na duhet ndonjë mendim, sidomos përdoret nëpër shkolla, nëpër institucione ku kemi ndonjë situatë konkrete dhe na duhet ndonjë këshill se cilën rrugë si ta marrim. Edhe ne zakonisht, unë për shembull në fazën e parë kur edukohesha për të bërë psikoterapiste, kishim një fazë ku kishim mundësi dhe të drejtë të jemi vetëm këshillues të psikoterapisë. Por me kalimin e kohës, kalon një stadium më të lartë, të them në një mënyrë, është psikoterapia ku jemi me klientin bashkë ose me personin që vjen kërkon ndihmë, në rrugtimin për të gjetë zgjidhjen më të mirë që është më adekuate për klientin.